أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndrime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatat, salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë sonte me kaptinat e radhës që kanë të bëjnë në tematikën e raportit mes fëmijëve dhe prindërve, respekti ndaj prindërve, dhe me këtë ligjërat e përmbyllim kaptinën e raportit të njeriut me prindërit e tij, që të vazhdojmë pastaj me kaptinën e obligueshmërisë së lidhjes, së mbajtjeve të lidhjes farefisnore. Kaptina e 14 thot babu la yasubbu walidayhi. Kaptin mos me isha prindërit. Mos me isha prindërit. Me transmetim deri te Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'iri an yashtuma ar-rajulu walidayhi. Prej të mëdhajave, prej mëkateve të mëdhaja, është që njeriu me isha prindërit e tij. Faqalu kayfa yashtumu. I than, çish mundet njeriu me isha prindërit e tij? Qal yashtumu ar-rajula fayashtumu abahu wa ummuhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja shan dikujna nanën ose babën, pastaj ai ta shan ty nanën ose babën. Në këtë mënyrë konsiderohet që njeriu e ka shoh prindërin e vet. Po ashtu transmetim tjetër, hadithi i 28 që e kanë nxjerrë hoxha nga Abdullah ibn Amr bin Asi radhiyallahu anhu se ka thënë min al-kaba'iri 'inda Allahi ta'ala an yastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Prej mëkateve të mëdha te Allahu është që njeriu të bëhet shkaktar me ia shoh dikush prindërit. Që njeriu të bëhet shkaktar që dikush me ia shoh prindërit. Kanë thënë dietarët në shpjegimin e tyre dy haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Jo e zeni se të vogël, jo e konsideroni të vogël, të thjesht, jo shumë të rrezikshme. Ama kjo te Allahu është shumë e madhe. Kjo te Allahu është shumë e madhe. Ti kur ja shan nanën dikujna, ose ja shan familjen dikujna, ose ja shan motrën dikujna, ose dikam prej familjarëve, kjo në gjuhën tënde mund me qenë diçka shumë e thjeshtë. Dhe na hasim, dëgjojmë, shohim në përshoqëri, për fat të keq të muslimanëve, prej të rive edhe prej të vjetërve, për shkak se kjo është trashëguar prej të vjetërve, me ja shan njëri tjetrin nanën, më shumë hajgare, ku jeve edhe ja shan nanën.
Me ja shoh motrën jo, sa bëhet belaja te motra, ama te nana e thjeshtë është. Edhe na këtë kësorina e thjesht kjo është. Kjo në mes në njerëzve është, sa kur gjaba i gali kështu ba. Ama ai ta shon nanën tyje. Ai ta shon babën tyje. Ai ta shon familjen tyje. Dhe ti je shkaktari pse ai ta ka shoh. Dhe kjo është prej mëkateve të mëdha. E mëkatet e mëdha janë një rrezik i madh. Janë një rrezik i madh për njeriu. Pse? Për shkak se mëkatet e mëdha janë kategoria e tretë, apo raundi i tretë i shejtanit në devijim të njerëzit. Thotë Ibn Kaimi, Allahu më shëroft, shejtani mundohet me deviju njeriu fillimisht duke u mundu me çu me bë shirk, ose kufër të madh, ose shirk të vogël, ose kufër të vogël. Fillimisht e godet te meselja e shirkut dhe kufrit. Kjo është raundi i parë. Në qoftë se këtu nuk ka rezultat, atëherë shkon në raundin e dytë. Ajo është me mundue me e fut njeriu në bidate, në risi. Dhe raundit, në qoftë se edhe këtu nuk ka rezultat, atëherë mundohet me e fut njeriu në mëkatet e mëdha. Dhe kjo është raundi i tretë, domethënë është shumë i rrezikshëm. E kemi cek një fjalë tjetër të Ibn Kaimit, Allah më shëroft, se thotë se dikush ka mundësi me thonë, po unë nuk i bëj shirk Allahut dhe kufër Allahut, mëkate, filan mëkate, nuk janë kufër dhe shirk. Thotë mirë, po ai i cili është këmbgulës në mëkate. Ai i cili është këmbgulës në mëkate. Kush është këmbgulës në mëkate? Ai i cili bën përgatitjen për me bë mëkat. Bëhet hazër për me bë mëkat. Ky është këmbgulës. Se ka mundësi njeriu një mëkat për mëkateve gjatë ditës me bë edhe 100 herë edhe nuk konsiderohet këmbgulës. Pse se i ka ndodhur me mëkatin, është pendu, ka vazhdu rrugën, apo te ka bë, se ka pas niyet, se ka pas qëllim, se s'ka bë përgatitje për atë mëkat. Ama kur dikush bëhet gati, përgatitet me bë filan mëkatin, kjo është me qenë këmbgulës në mëkat. E Ibn Kaimi thotë, ai i cili është këmbgulës në mëkat, domosdoshmërisht, patjetër, ka marrë me një situatë ku ka me shpresu prej dikuj tjetër pos Allahut, ka mu mbështet tek dikuj tjetër pos Allahut, ka mu frikë prej dikuj tjetër pos Allahut. Dhe në këtë mënyrë do të fundoset në detrat e kufrit dhe shirkut. Ka mu fundos, tu menu vetën që s'jam të i bo shirkë Allahut s.w.t. Mirë po mëkatet e kanë dame shumë të madhe. Pasoja mëkateve shumë të madhe. Si është pasoja mëkateve? Thotë Ibn Kaimi, Allah më shiroft, është sikur gjendja e njeriu i cili konsumon helm. Ka mund të njeriu me bëni mëkat dhe pendohet te Allah. Edhe Allah ja pranon pendimin. Ama mëkati i kalon gjurmë. Mëkati i kalon pasoja. Sikur rasti i njeriu që konsumon helm për me bëu vetvrasje. Pasi që konsumon helmin i bë pishman. Pendohet te Allah. Sinqerisht, Allahu i ja pranon pendimin, ama helmi e myt, ose e myt, ose ja dëmton diçka në trupin e tina, edhe i la pasoja ta njëjtë. Kush janë edhe mëkatet? A e di sa mëkate, prej mëkateve ka në jetën tonë që ndoshta e kena bëu para vetë 15 viteve, Allah na ka lënë pasoja i mëkat. Allah na ka lënë pasoja, derisa don Allahu që të fshihet prej memorisë e mëkat. Me shiku një vajzë të huaj në haram, e shikon haram, edhe pendohesh, edhe Allah ta pranon pendimin, ama jo fotografia asaj vajzës, atë largohet për i kryes me njerë? Nuk largohet. Sa herë që të kujtohet, të lëndon. Sa herë që të kujtohet, dëshpron, të mërzit, edhe kështu me radhë. Ti e pendu, ti më ka të ski, Allah ta ka fshi, ta ka pranon pendimin, ama fotografia asaj vajzës nuk është fshi. Kështu janë pasojat e mëkateve. Pra që mos mendojna, a se gjuna kjo mëkat, nuk ka, jo, është rrezik, është shumë rrezik i madh. Është rrezik aq i madh sa që mundet me u marr feja njeriu. Mundet me u marr dini njeriu, me u hub feja Allah te Allah na rujt. E pejgamberi sa më thot prej të mëdhajave është që njeriu me e shoh prindin e vet. E si e shoh njeriu prindin e vet? Në dy mënyra, e kemi cek. Një mënyrë është me e shoh drejt për drejt,
me ju drejtu nanës ose babës në udhë billah me fjalë të pista. Kjo është më e rënda, kjo është më e keqja. Allahu i ruaj gjuhët tona dhe gjymtyrët tona prej mos respektit ndaj prindve. Kjo është e para. E dyta, me ja sha dikujna nanën ose babën, edhe ai pastaj me ta sha tyre. Të dyat janë prej të mëdhajave, edhe janë të rrezikshme. Kanë thënë dietar, këto hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çfarë mësojnë neve? Se ky hadith apo këto dy hadithe janë prej bazave të një rregulle sheriatike tek dietarët e muslimanët. Ajo është preventivat. Marrja e preventivave. Në qoftë të se X vepra bëhet shkaktare për një vepër tjetër, ajo është e keqe, edhe këtë vepër nuk duhet me e veprua. Edhe këtë vepër nuk duhet me e veprua. Pse është e ndaluar me u fal karshin ndonjë personit, më kon ndonjë person i ult, edhe ti më u fal karshi. Ajo është i ult i lidhesh namaz drejt për drejt personit. Ti nuk i di rast se çdo atina. As nuk i të lut ata, as nuk i të bën namazin për atë person. Ti u fal për Allahun, këtë në rregull është njëti jot. Po kjo fotografia karshi i ngjason adhurimit që i bëjnë idhujtarët. Idhujve dhe statujave që i adhurojnë pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu është marrja e preventivave, me u largua. Ose personi që është karshi me u kthy anësh ose me ta kthy shpinën, që mos mira drejt për drejt, me u largu preventivës që ka mundësi me dërgu njeriu me bosh shirk Allahut subhanahu wa taala. Çu ka ndodhur në kohën e Nuhit alayhis salam, fillimisht kanë bërë fotografia të atyre njerëzve të mirë, pastaj kanë bërë skulptura të atyre njerëzve të mirë vetëm për përkujtim, kur ti shohin skulpturën që përkujtohet të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Abbas rahimahullah radiyallahu anhuma, falamma tanassakha al-ilmu ubidat. Pasi që u humb dituria, janë nisën me i adhuru këtë skulptura. Fillimi s'ka qenë ashtu, ama përfundimi kanë filluar me i adhuru. Dhe këto hadithe janë bazë në marrjen e preventivave. Marrjen e preventivave. Në qoftë se filan vepra, në çon të kjo vepra, ne nuk e bëjmë atë veprën e parë. Pse? Se kjo ka më bësh shkaktare për atë tjetrën, edhe ndalemi. Dhe kjo kaptina e marrjes së preventivave futet në shumë gjëra pastaj. Në futet shumë gjëra që kanë bërë dietar e muslimanëve. Pra, në qoftë se na e bëjmë një vepër e cila ka më bësh shkaktare për një mëkat ndaj Allahut subhanahu wa taala, na këtë vepër nuk duhet me bë. Edhe në qoftë se është kjo vepër prej veprave të lejuara. Është një vepër e lejuar. Mirë, po në qoftë se kjo bëhet shkaktare që më u bë mëkat pas Allahut subhanahu wa taala, për shkak të sajna, na largojmë tek sajna. Kjo është marrja e preventivave. Kaptina tjetër, kaptina e dënimit të mos respektimit të prindërve. Ka ardhur hadith nga Abi Bakr radhiyallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjal li sahibihi al-'uqubatu ma yudakhkharu lahu min al-baghi wa qatiyati ar-rahim." Nuk ka ndonjë mëkat i cili është më meritor që ti shpejtohet dënimi njeriu, pavarësisht asaj që u ka bë gati në botën tjetër, ti shpejtohet në këtë botë sesa te i kalimi kufine, padrejtësia edhe prerja e lidhjeve apo prishja e lidhjeve farefisnore. Pra, me i prish lidhjet farefisnore edhe me bë padrejtësi, këto dy mëkate janë mëkate që janë më përparsore për mëkateve tjera që Allahu me e qu dënimin shpejt. Me e qu dënimin këtë botë para asaj në botën tjetër. Thot Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: "Al-bala'u bi sababi al-khati'ati fi ad-dunya la yadfa'u al-bala'a fi al-akhirah." Belaja e cila na godet neve për shkak prishjes së lidhjeve farefisnore në këtë botë nuk e largon bela në botës tjetër. Mos mendoj dikush që ka me e kap ndonjë bela për shkak se i ka prish lidhjet farefisnore
qoftë ajo me prindërit e tij, qoftë ajo me ato që duhet më mbajtë lidhje parafisnore, dhe e godet belaja, thot mos mendoje se kjo bela ka me larguat belan tjetër. Ajo është për botën tjetër. Ne duke fol tash vetëm për këtë dunjë. Dhe kur ta këshyrish praktikisht, kemë e pa që personi i cili i mban lidhjet parafisnore, duke filluar me respekt ndaj prindërve të tij dhe rrethit dhe asaj që e ka obligim me mbajtje lidhje parafisnore, kena me pa praktikisht me studiu dhe me këshyr njerëzit një nga një, kena me pa që këto njerëz janë njerëzit më të mirë në shoqëri. Janë njerëzit më të bereqetshëm në shoqëri. Janë njerëz që Allahu më shumë t'i ka përgatitur në këtë shoqëri. Kanë ata të cilët i majnë lidhjet parafisnore. Duke filluar me prindërit e tyre dhe me ata që e kanë obligim. Me një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa shay'un uti Allahu fihi ajalla thawaban min silati ar-rahimi wa laysa shay'un a'jala 'iqaban min al-baghi wa qatiyati ar-rahimi wal yaminu al-fajiru tad'u ad-diyara balaqi'a." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë vepër me të cilën njeriu i nënshtrohet Allahut e cila e bje mas shpejti shpërblimin e Allahut se sa lidhja parafisnore. Pra nuk ka ndonjë vepër që i përshpejtohet shpërblimi njeriut në këtë botë, edhe në botën tjetër, edhe në këtë botë, nuk ka ndonjë vepër më e mirë se sa lidhja parafisnore. E kjo bëhet fillimisht me prindërit. Se s'ka mundësi dikush me mbajt lidhje parafisnore me kushëritë, me filanin dhe alanin, dhe nga ana tjetër i ka pkut me prindërit. E ka pkut me ata që e ka përparsor me mbajt. Fillimisht me prindërit, pastaj me të tjerat. Kjo është, nuk ka ndonjë vepër që i përshpejtohet shpërblimi njeriu. Dhe thot, dhe nuk ka ndonjë vepër që i përshpejtohet dënimi njeriu në këtë dunjë, se sa vepra kur ban padrejtësi, kur i prish lidhjet parafisnore, thot, edhe betimi i rrejshëm i le shtëpia të thatë, e shkatron vendin. Betimet e rrejshme e shkatrojnë vendin. E lanë vendin thatë, e bëjnë vendin shkretin, e shkatrojnë vendin ku jetojnë njerëzit. Kur dikush dëshmon dhe betohet rrejshëm. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm të hadithi i fjalës të keqe, gënjeshtrës, shpifjes, padrejtësisë. Kur atë fjala këtu, qysh ishte i shtrim, çka marr tash në hadith, u ngrit u ul, tha ala qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur. Filloi me përsërit atë shpesh, saqë sahabia tha, o sikur të ishte ndal. Prej dhëmshmërisë që kishte ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pse e bani mundi keq pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo meselë është shumë e madhe. Dëshmia rrejshëm, shpifja, transmetimi muhabetit i përgjysmum ose me shtur muhabet. Kjo shkatron shoqëri. Edhe ka shkatru, edhe është duke shkatru, edhe ka me shkatru kjo vepër shoqëritë muslimane. Atëherë kur transmetojnë muhabete të kota, gënjeshtra, shpifje, zullum, padrejtësi, edhe kështu me radhë. Kjo është rrezik shumë i madh. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë kategori të veprës u ngrit. Tha, ma kjo është alaj ma keqe, dhe kjo e keqe, dhe kjo e keqe. Tha sahabia, o sikur të ishte ndar. U ndite keq pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u bën nervoz edhe u mërzit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vepra e cila mas shpejti e vjet dënimi të njeriu. E dënimi më i madh në këtë botë është mi u marr feja njeriu, Allah na ruaj. Dënim tjetër më i madh në këtë botë është Allahu me ta marr bereqetin. Mos me pas bereqet. Mu mundu, mu lodh, mu raskapit, mu pkut. Me dhënë maksimumin edhe mos me pas bereqet. Kjo ndodh për shkak padrejtësive, kur bëhet padrejtësi, kur te i kalohen kufita Allahut subhanahu wa taala, edhe kur priten apo prishen lidhjet parafisnore. Ka një hadith nga Imran ibn Husayn se ka thonë dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, ma taquluna fi zina wa shurbi al-khamri wal sariqa. U ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë thuni ju, çfarë mendimi keni ju për zinan
alkoholin edhe vjedhjen, kulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Tham Allahu dhe dërguari i tij e din më mirë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hunna al-fawahish, këto vepra janë vepra të degenerimit, të shkatërimit. Wa fihinna al-uquba, për këto vepra ka dënime, ka sankcione. Ala unabbiukum bi akbari al-kaba'ir. Shira? Zinaja, alkoholi, vjedhja. Nuk ka ndoshta vend prej vendeve ku bëhet thirrje në islam, e vetëm se hoxhallarët dhe dietarët tërheqin vërejtën për këto tre veprave shumë të rrezikshme. Për alkoolit, për zinas, edhe për vjedhjes. Edhe këto janë shumë të këqija. Tha pejgamberi se këto vepra janë vepra të degenerimit, të shkatërimit. Për vepruesin e këtyre veprave ka sankcione. Dhe këto janë shumë të rrezikshme. Pastaj tha, a doni me ju tregu për të mëdhajat më të mëdhaja, për më të mëdhajën prej të mëdhajave. Domethënë ka mëkate të mëdhaja, ama ka edhe më të këqija, edhe më të rrezikshme. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ash-shirku billah azza wa jall wa uququl walidain. Tha, ma e rrezikshme, ma e rëndë, ma e keqe se sa alkoholi, zinaja, vjedhja, që të cilët janë shumë të këqija, po ma e keqe se kjo është me i bo shirkë Allahut, të lartë madhruar. Ma e keqe se kjo është mos respektimi i prindve. Pastaj tha, wa kana muttaki'an fahtafazza qal wazzur. Kur i tha këto fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i shtrit në krah. Pastaj u ngrit, u ul, kanë thënë tort ul në dy gjuhë, edhe tha wazzur. Dhe fjalë të këqija, gënjeshtrat, padrejtësitë që përcillen, shpifjet, këto janë më të këqija se ato tre të parat. Për këtyre tre dytave, më e keqja është shirku. Më e keqja është shirku. Për fat të keq, shumë pak hasin në vendet që folet për rrezikun e shirkut edhe adhurimit të tagutit. Për fat të keq. Krejta këto janë shkatruese për njeriu. Krejta këto janë shumë të rrezikshme. Nuk mundet me qenë si duhet feja e njeriut, edhe në qoftë sa e pretendon se e ka besimin, adhurimin Allahut si duhet, në qoftë se ai është i vazhdueshëm në zina, në alkool, në vjedhje, mos respektim të prindërve, në shpifje, gënjeshtra, s'mund me qenë feja ti si duhet. Për shkak se këto mëkate të gjitha janë shumë të rrezikshme. Kaptina tjetër, babu buka'ul walidaini. Nga fajleset se e ka ndëgju Ibn Omerin radhiyallahu anhu duke thënë, buka'ul walidaini min al-uquqi wal kaba'iri. Me i bë prindërit me qajt, më u bë ti shkaktar që ata me qajt, është prej mos respektit dhe prej mëkateve të mëdhaja. Sa është e rëndë dhe e keqe kjo vepër, na tregon hadithi tjetër që e kemi cek në legjëratat e kaluara i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë personin i cili erdh prej Yemenit. Erdh prej Yemenit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muhajiran fi sabilillah. Muhajir në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Erdh u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dashti me dhon besatimin dhe i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se më të udhëtuar për në Medinë, prindërit e tij kishin filluar me qajt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, kthehu edhe bani me qesh ata qysh i bane me qajt. Dhe ky hadith në një kësi vepre, në një kësi misioni, me të kthye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon neve madhështinë dhe kujdesin që duhet me pas njeriu në raport me prindërit e tij. Kjo punë shumë e madhe. Nuk krahasohet
hijreti që e kanë bë para dhe pas çlirimit të Mekës. Hijretin që e ka bë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për Medinë para hijretit. Kjo punë madhështore, kjo është shumë e madhe. Kjo është e paarritshme. S'na i bën kjo mundësi. Ne e bëjmë hijret te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë speciale. Edhe pse hijreti është i vazhdueshëm deri në kiamet. Prej vendit ku i bëhet shirk Allahut në vendit ku zbatohet ligji i Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për hijretit dhe është madhështore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej kësaj vepre thot kthehu edhe bani me qesh ata çysh i bane me qajt. Ka thënë dietar këtu ky hadith tregon për madhështinë dhe kujdesin që duhet me pas njeriu në raport me prindërit e tij. Kaptina tjetër, kaptina lutjet e prindërve. Lutjet e prindërve. Të kjo që se ka më herët, në qoftë të se, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kthy dikam prej hijretit, për me i quajtur me kesh prindërit e tina, na jena shumë më përparsor në qoftë se bëhemi shkaktar që me i mërzit prindërit tanë, apo me i quajtur me çaj prindërit tanë, jena shumë më përparsor me u kthy, me kërku halallët, me kërku falje, edhe me i bata me qesh. Jena shumë më përparsor. Dhe nuk duhet me thonë, abe se nana ma falë mua. Nana ta falë ty, veç me bo mës me ta falë, rreziku është shumë i madh. Rreziku është shumë i madh. Sa është rreziku i madh? Dhe kaptina tjetër. Kaptina duaja e prindërve. Lutjet e prindërve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahun." Ka thonë 3 kategori të lutjeve janë të pranuara. La shakke fihin, nuk ka dyshim këtë mesele. Po 3 kategori, 3 lloj të lutjeve janë të pranuara dhe nuk ka dyshim në pranimin e këtyre lutjeve. E para, da'watul madhlum. Duaja, lutja e personit të cilit ju ka bërë padrejti. Lutja e personit të cilit ju ka bërë padrejti. Duaja e udhëtarit, kush merr udhë me bë udhtim, pranohet, nuk ka dyshim pranimin e saj, edhe ka thonë wa da'watul walidaini ala waladihima. Dhe duaja, lutja e prindërve kundër fëmijës së tyre. Kundër fëmijës së tyre. Ka thonë dietarët, duaja e atij që i është bë padrejti. Për çka? Për shkak padrejtisë që ka bërë. Për shkak se kur njeriu t'i bën padrejti, i rëndohet gjoksi, i ngushtohet dunjaja, dhe pastaj varësisht padrejtisë, çka i bën atina? Ka do padrejti që nuk kalohen let. Dhe për shkak kësajna, Allahu e pranon duan. Ka thonë duan e udhëtarit për shkak gurbetlëkut të tij, se është i huaj dhe i vetmuar. Mirë po kanë thonë dietarët, në udhtim i cili, në të cilin nuk ka mëkat e Allahut. Jo dikush merr udhtim me shku me bë zina, këtij si pranon duaja. Ose merr dikush udhtim me shku me bë mëkat e Allahut special, nuk i pranon duaja. Një udhtim i lejuar, sheriatikisht, këtina i pranohet duaja për shkak gurbetlëkut dhe për shkak vetmisë. Duaja e prindërve. Ka thonë dietarët. Për shkak sabrit, për shkak gradës të lartë që kanë mbi fëmijët e tyre, për shkak faljes, për shkak tejkalimit të situatave. Këto janë prindërit, falin, bëjnë sabër, tejkalojnë situata, ecin përpara me fëmijët e tyre. Thot Imam Mennawi, pas krejt kësajna, ndodh që evladi me qenë i pa respektueshëm ndaj tyre. Dhe në këto momente prindërit e humbin shpresën më të madhe në këtë dunjë. Jo është besimi i madh në Allah subhanahu wa taala, po investimin, mundin, sabrin, faljen, tejkalimin e situatave të njëjtën, dhe pas krejt kësajna e merr prej fëmijët të tij një mos respekt,
Thot për shkak kësajna, për shkak se humbet shpresa më e madhe, lidhja më e madhe që ka pas prindin këtë dunjë me vladin, thot Allah e pranon duan. Dhe për këtë shkak duhet me pas kujdes çdo prind, çdo nën edhe çdo bab me fëmijët e tyre. Ka momente qaste kur fëmiu dhe vlladi të ban shumë nervoz. Të nxjerr pi patikave thojmë tani. E te pra me pas kujdes me gjuhët. Se ka mundësi Allahun çato momente me të përmunduan e shkatron fëmijën tënd. Ti s'ki pas qef, a me ki lutë Allah qëtë dhe ka përmunduar. Ta shfrike pash një video në rrjete sociale, një person i paralizum, 40 vjetë paraliz, i palëvesqë, i deformum gjysën e ftyrës. E pyet personit që është duke bashkëbisedu me ta, çka ka ndodhur me ty? Thot, duaja e nanës, e kum teprua, ja kum lodh shpirtin, e kum lodh, ka bo dua, duaja e saj më ka kap, që 40 vjetë jam qështu. Thot, elhamdulillah, falendrim të anë Allah, jam pendu të Allah, e kum lutë Allah që Allah të më fale gabimin, jam pendu, më ka godit, kjo që më ka godit, shpresoj që Allah më dhënë diçka më të mirë në botën tjetër. A më këshire? Ka mundësi një dua me bo Allah s.a. Edhe Allah të pranon dua. Pastaj ti dush me bo dua me 10 vite të kundër të asaj që ke vepru, edhe ndoshta Allah s'ta pranon. Ndoshta Allah pastaj nuk të pranon dua. Dhe vazhdon me të vështirësu gjendja dhe më tepër me fëmijën tan. Për këtë shkak, me pas shumë kujdes në raport me fëmijët kur ata na bëjnë nervoz, a din fëmijët më na bën nervoz shpesh edhe shumë. E pejgamberi se më tha, 3 lloj duave janë të pranueshme dhe nuk ka dyshim në to. Një prej tyre duaja e prindërve. Në hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma takallama mawludun min an-nas fi mahdin illa Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Jurayj. Nuk ka fol dikush prej fëmijëve në djep përpos Isait alayhis salam, edhe njeriu nga rasti i Jurayjit. Qila ya nabi Allah wa ma sahibu Jurayj? I ka thënë ai dërguari i Allahut, çka puna e këtij njeriu, shokit të afërmit apo ngjarjes së Jurayjit? Thot: fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi صومعة له وكان راعي البقر يأوي إلى أسفل صومعته. Thot, Jurayji ka qenë një person adhurues prej pasuzve të librit. E ka pas një vend adhurimi. Dhe ky vend ku e ka adhuru Allahun ka qenë si në kat. Dhe në pjesën e poshtme të vend adhurimit të tij ka qenë një çoban i lopëve. Dhe ka qenë një grua e cila është sill shpesh rreth këtij çobanit të lopëve. Fatat ummuhu yawman faqalet. Një ditë erdhi nana e Jurayjit edhe tha: "Ja Jurayj, o Jurayj." Kurse Jurayji është duke u fal. Dhe tha në veten e tij, duke qenë falur, nana apo namazi? Nana apo namazi? Faraa an yu'thira salatahu. Thot, i dha përparësi namazit të vet. Pastaj nana e tij thiri për së dyti: "O Jurayj." Tha Jurayji në veten e vet: "Nana apo namazi?" Tash a më e prish namazin po gjithë nanës, a më e lan nanën me vazhdu namazin? Tha, po e vazhdoj namazin. Thumma sarakhat bihi thalitha. Pastaj thiri nana për së treti. Tha Jurayji, nana apo namazi? I dha përparësi namazit. Pasi që nuk ju përgjigj nanës, ajo tha: "La amataka Allahu ya Jurayj, hatta tanzura fi wajhi al-mumisat." Thumma nsarafat. Thot, nana vet tha: Allah i mos ta marr shpirtin pa i pa ftyrat e lavireve.
pa e pa ftyrën e lavireve, edhe heci. Fa utiya al-maliku bi tilka al-mar'ati waladat. Mbreti i atij vendi erdhën te ky mbreti me këtë grua që vinte te çobani me një fëmijë. Edhe i tha mbreti, i kujna ky fëmijë? Tha, ky fëmijë është i Xhurejxhit. Tha, ky fëmijë është i Xhurejxhit. Tha mbreti, Xhurejxhi, zotëriu i vend adhurimit që bani ibadeta? Qalet naam, tha po. Tha mbreti, shkoni dhe prishjani vend adhurimin, shkatrojani. Erdhën, i morën sapatat edhe që kanë pas ata për me prish, dhe ja kanë prish vendin që e adhuron të Allahun Xhurejxhi. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Ja kanë lidh durt në qafën e tij, thumma tulika bihi. Pastaj e kanë marrë me çutë mbreti. Famurra bihi ala al-mumisat. Thotë dhe duke qu atje me ata kalun rreth lavireve. Fara'ahunna. Tha kur i pa laviret, u busqesh. U busqesh. Wa hunna yanzurna ilayhi fi an-nas. Edhe ato e shikonin Xhurejxhin para njerëzve. Edhe tha mbreti, ma tazumu hadhihi? Thot, çka është duke pretendu kjo grua? Thot, çka është duke pretendu? Thot, kjo është duke pretendu se fëmia është i joti. Do të thonë ti ke bën zina me këta. Dhe fëmia është i yti. I tha, asaj grua, a një me ti pretendon për mu kështu? Qalet naam, tha po. Tha, ku është i vogli? Tha, në gjinin e saj. Fa aqbala alayhi fa qal, ardh Xhurejxhi te foshnja. Edhe i tha, men abuk? Kush është baba jot? Kush është baba jot? Qale ra'i al-baqar. Tha, baba jem është çobani i lopëve. Fëmiu lirek, tha, baba jem është çobani i lopëve. Kur e pa mbreti çka ndodhi, i tha Xhurejxhit, a do me ta bë vend faljen tani komplet prej altanit? Këtë ari ta bëjna. Tha jo. Tha ta bëjmë këtë prej argjenti. Tha jo. Tha, po çka të bëjna? Tha, ktheheni çu shaka. Ç'është thjesht. Qysh ka qenë, qashtu ktheheni edhe një herë. Qal, fama alladhi tabassamta? I ka thënë mbreti, po pse bushqeshe? Qala, amran araftuhu adrakani da'watu ummi thumma akhbarahum. Thot bushqesha për shkak një gjanit që unë e kom ditë. Më ka godit duaja e nanës teme. Edhe filloj më ja u tregu ngjarjen që i ka ndodhur Xhurejxhit në nënën e vet. Me pas bo dua tjetër në vetë. Kjo dua, edhe se kjo keq, me këshyrën fotografinë e lavireve, kjo është e keqe. Kjo është e dëmshme, kjo është e rrezikshme. Dhe jam duke fol tash shkencëtarë se çfarë rreziku është me këshyrë në fotografitë e lavireve, edhe me këshyrë lavire. Çfarë dëmi shkakton njeriu trunit vet. Dhe çfarë pasoja ka shikimi në laviret. Dhe kjo shumë e keqe. Po me pas po të do më të rëndë. Që të ka më herët. Xhurejxhi ka qenë duke falë namaz. S'ka qenë duke lujtë në telefon. S'ka qenë duke lujtë Counter Strike. E as GTA. E as ka qenë duke bo më vetë me shokët e vetë. E as ka qenë telefon duke folë me nejkan, për në një punë, sa do qofta e rëndësishme. Ka qenë duke falë namaz. Ama namaz ka qenë nafile. Dhe ka thonë vetës, nana është nanë. Ama namazi be me Allahun xhela xhelalu. Namazi është shtylla e fesë Allahut subhanahu wa taala. Momenti kur njeriu është më afër me Allahun është në sejdë. Punë madhështore. Ka thonë dietarët, në qoftë se njeriu është duke fal namaz nafile, dhe nga ana tjetër është duke thirr prindi i tij, nana ose baba,
duhet me e prish, në qoftë se s'ka, e që s'ka hapësirë dhe nuk janë duke kuptuar që është duke fal namaz, duhet me e prish namazin dhe me përgjigj. Pse? Për shkak se me u përgjigj prindërve është obligim. Me u përgjigj prindërve është obligim. Me fal namazin nafile është sunet, se ki patjetër. Në qoftë se ka hapësirë me u dhon isharet që je duke u fal, dhe ata e mirë kuptojnë, dhe ti e kupton që ata kanë kuptuar e vazhdon. Ama në qoftë se s'ka hapësirë, e prish namazin edhe i jep i përgjigjes nanës tane. Jem të fol për namaz, për në telefon, për Sony PlayStation, për në loja kësaj dunjaja. Kjo nuk duhet të diskutu kjo mesela. Nuk duhet me diskutu dhe nuk duhet me marrë vesh dikush që nuk je përgjigj nanës ose babës për ndonjë vepër të tillë. Kaptina me ja shfaq islamin nanës krishtere. Apo çfarë do feje qoftë nana. Dhe këtu e kemi hadithin e Abi Hurajrës radhiyallahu anhu që ka thonë: "Ma sami abi, nuk ndodh që dëgjon dikush për mua, për jehudve, as të krishterëve, illa ahabbani, vetëm se kam dashur mua." Thot nana ime kam dashur që të pranon islamin, mirë po ajo ka refuzuar. Derisa ka marrë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë luta Allahun, e ka lut dhe ajo e ka pranuar islamin. Thot faqalet ya Abu Huraira inni aslamtu. I ka thënë Abu Huraira unë kam pranuar islamin. E kam informuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kam thënë luta Allahun për mua dhe për nanën time. Luta Allahun për mua dhe për nanën time. Thot Abu Huraira, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahumma abduka Abu Huraira wa ummuhu ahibbahuma ila an-nas. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, Zoti jem, robi jot Abu Huraira dhe nana e tij, këto të dytë bani të dashur tek njerëzit. Bani të dashur tek njerëzit. Ka ardhur në transmetim te Abu Huraira nga Abu Huraira po ashtu se Abu Huraira radhiyallahu anhu ka bëu dua Allahumma ighfir li Abi Huraira wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ka thënë o Allah, fale Abu Hurairën dhe fale nanën e Abu Hurairës dhe fali ata që lutën për të dy. Dhe fali ata që lutën për të dy. Thot, dhe ka pas prej sahabëve dhe prej tabiinëve që e kanë lut Allahun për Abu Hurairën edhe për nanën e tij. Pse e kanë lut? E kanë lut që të futën duan e sahabës. Me thonë, o Allah, fali mu gjunat, prindërit mi, fale Abu Hurairën, edhe fale nanën e Abu Hurairës. Çfarë do të thonë kjo? Ti hin të duaja Abu Hurairës. Ai ka qenë sahabi i pejgamberit. Ai ka thonë, o Allah, fale Abu Hurairën, nanën e tij, edhe fali ata që lutën për të dy. Edhe fali ata që lutën për të dy, kështu që shtojeni lutjen edhe për Abu Hurairën edhe për nanën e tij, për shkak se futeni në duan e Abu Hurairës. E shpresojmë që duaja e tij me qenë e pranuar radhiyallahu anhu. Hadith respektimi prindërve edhe pas vdekjes së tyre. Respektimi prindërve edhe pas vdekjes së tyre. Është transmetuar nga Usaid duke ju fol njerëzve, thot, kemi qenë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha një person, o dërguari i Allahut, a ka mbet diçka me të cilën mundem me respektu prindërit e mi pas vdekjes së tyre? Kale naam, tha po, 4 gjana, lutje, me bo lutje për ta, me bo istighfar, me kërku që Allah me ja fal atyre, me e realizu premtimin e tyre, që kanë lënë diçka premtim këtë një, me realizu ti, edhe me i respektu shokët e tyre, ose shokët e tyre. E din që baba jote ka pas një shok, apo nana jote ka pas një shoqe, me i respektu ata, me i mbajt lidhet farefisnore, lidhet e cilat nuk mbahen post nëpërmjet tyre. Domethënë me i mbajt lidhet farefisnore që lidhen nëpërmjet nanës edhe babës. Çka lidhet? Me i mbajt lidhjet farefisnore. Thot në hadith tjetër nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, thot turfa'u lil mayyit ba'da mawtihi darajatuhu. Të vdekurit i ngritën gradat pas vdekjes së tij.
fa yaqul ej Rabb, ayu shay'in hadhi, dhe thot i vdekuri, o Allah, çka kjo punë? Thot waladuka istaghfara lak. Thot djali jot ka bë istighfar për ty. Djali jot ka kërkuar që Allahu më ta fal tyje. Ka thënë dietar, në këtë hadith e kena nxitjen në respektimin e prindërve. Në këtë hadith e kena preokupimin që duhet me pas prindërit në edukimin e fëmijëve të tyre, me shpresë që ata të bëjnë dua pastaj pas vdekjes së tyre. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith tjetër, kur robi të vdes, vepra e tij ndalet përpos 3 xhanove. Në qoftë se kalon sadaka rrjedhse, e ka qenë një çeshëm, apo kalon diçka sadaka rrjedhse, apo kalon dituri prej të cilës përfitojnë njerëzit, apo kalon evlat të cilët lutën për ta pas vdekjes. Për kjo i shkon njeriut dhe kjo është prej respektit të njeriut për prindërit e tij, edhe pasi që ata të vdesin. Hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një person i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O i dërguari i Allahut, nana ime ka vdek pa lënë ndonjë testament. A i bën dobi asaj nëse jep sadaka për ta? Ka thënë po. Hadithi është i saktë. Ka thënë dietarët, nana ime ka vdek pa lënë testament. Që na tregon neve që duhet të jemi të kujdesshëm dhe ta shkruajmë testamentin tonë. Dhe ta kemi gati. Në rast që na godet vdekja, testamenti është gati. Dhe kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sahabiu s'ka pa testament prej nanës së tij. E i thot, a ban me dhënë sadaka për ta? Ai shkon se vapi? Ka thënë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është prej respektit të prindërve pas vdekjes së tyre. Ka ardhur në hadith, në kaptin babu birri men kana yasiluhu abuhu. Respekti i atyre me të cilët i kanë bërë lidhjet prindi jot. Ka ardhur në hadith nga Ibn Omeri radhiyallahu anhu se një nomad ka qenë në udhtim. Fa kana Abu al-Arabi sadiqan li Umar. Babai i këtij nomadit ka qenë shok me Omer ibn Khattabin radhiyallahu anhu. Fa qala al-Arabi alasta ibn fulan? I ka thonë djalit Omerit, a nuk je djali filanit? Ka thonë po. Pastaj ka urdhnu djali Omerit me ia dhënë një gomar që e ka pas, e ka hek imamen atë që ka mbajt arabët në kokët e tyre, e ka hek dhe e ka dhënë në respekt. Dikush prej sahabëve, dikush prej bashkëudhëtarëve i ka thonë, o djali Omerit, pa ti kish më mjaftu me dhënë nga 2 dirhem, se nomad, si dunës. Ka thonë djali Omerit radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ihfadh wudd abika la taqtahu fayutfi Allahu nurak. Thot mbaje afërsinë me ata që ka qenë i afër babai jot, dhe mos e kput, e që Allahu ta fik dritën tënde. Ky hadith është i dopt nga pejgamberi, nga Abdullah ibn Omeri, edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ka ardhur në hadith sahih se ka thonë për një ngjarje të ngjashme, ka thonë Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, inna abarra al-birri an yasla rajulu ahla wuddi abihi. Për respektit më të madh të njeriu është që ta mban lidhjen me të dashurit, me të afërmit e shokit të prindit. Pra me familjen e shokit të prindit. Dhe kjo çka na mëson neve? Min abarri al-birri, për respektit më të madh, për punëve më të mira. Kjo çka na mëson neve? Që kur ta shohim një shok, një dost të babas, edhe në qoftë se është baba gjallë, edhe në qoftë se ka vdik baba, me respektuta, me përshëndet, me qaroz diçka, me mbajt lidhjen me ta. Pse? Për shkak se baba jote ka pas dost, baba jote ka pas tafërt. Kom si baba jote ka pas raporti me ta 40 vjet. Nuk është 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, 40 vjet shok ka pas, dost e ka pas, të afërm e ka pas. Meriton respekt. Dhe kjo është prej edukatës, së besimtarit. Kaptina tjetër
afërsia trashëgohet. Pra në qoftë se prindërit kanë qenë doslar të afërm, kjo mund të vazhdohet te fëmijët pastaj. Me mbajt trashëgimi shoqërinë dhe afërsinë mes tyre. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innal wudda yatawarathu. Afërsia që e ka njeriu me tjetrin, kjo mundet me u trashëgue. Edhe pse si hadith është i dobët nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por praktikisht kjo ndodh në për shumë vende. Ku baballar kanë qenë të afër, pastaj djemt edhe nipa edhe kështu me radhë, edhe është mbajt lidhja. Kaptin, mos i thirrni prindërit në emër. Mos u ulni para prindërve, edhe mos ecni para tyre. A në gjutë, babën ose nanën, mos me e thirë në emër, o filan. E para. E dyta, mos me u ullë para prindit. Me prit njërë të ullët prindi, pastaj ti me ullë. E treta, mos ecë para tina. Mos i dil për para babës ose nanës. Transmetohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se i ka pa dy persona. Dhe i ka thonë njënit prej tyre, kush është ky me ty? Ka thonë baba jem. I ka thonë Ebu Hurajra, mos e thirr në emër, mos ec para ti edhe mos u ul para ti. Transmetimi është i saktë. Krejt kjo gjendje për shkak gradës që e ka prindi ndaj fëmijëve të tyre. Dhe respektin që duhet me pas fëmiu për prindit e tyre. Ka thënë dietarët, për shkak respektit mos me thirr në emër. Me thirr o bab ose o nan. Mos me u ul para tyre. Kur jemi duke ecë, kur jemi në thema, por ku diçka, mos më ul përpara, me prit më ul, më çetsu baba, pastaj ulesh ti. Kjo është edukata e besimtarit. Mos më i dal përpara babës. Ecni në rrugë bashkë, mos më i dal përpara. Përpos përjashtimeve. Kur është përjashtimi? Me i dal përpara me respektin më të lartë, nëse ka errësirë që ti më ia çel udhën. Ama jo me dal përpara se ti e bë domoshe. Jo ti me hip në kërë me nusën tane, nusën për para, nanën me qitë për mas. Me është i bagasnë, me është i nanën bagashë. Së është mos respekt. Edhe kështu i ki dal nanës për para. Edhe kështu i del babës për para. Djali për para, nusja kana tjetër, baba edhe nana për mas. Kjo është jo respekt. Nuk është edukata e mirë. Kaptin tjetër, a ban njeriu me e thirë babën ose nanën me nufk? A ban me e thirë prindin me nufk? Transmetohet nga Shahr ibn Hawshab, thot, kemi dal me Ibn Omerin, Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma, edhe i tha ati Salim, as-salah ja Aba Abdurrahman. Namazi o Abu Abdurrahman. Kështu e ka thirr me nofk babën e tij. Dhe pashtu transmetohet nga Ibn Omeri se ka thënë lakin Abu Hafsin Umaru qada. Mirpo Abu Hafsi ka qenë Omeri. Omeri ka gjyku kështu. Dhe ka thënë dietar, nga këto transmetime kuptojmë që lejohet që njeriu me e thirr me nofk babën e tij. O Ebu Fulan. Me e thirr djali, babën e tij, o Ebu Fulan, o baba i filanit. Në gjuhën arabe kjo është nofka. Dhe me këtë kaptin e mbarojmë pjesën e raportit me prindërit, pastaj vazhdon kaptina e 25, obligoshmëria e mbajtjes së lidhjeve farafisnore. Elusim Allahun që Allah të na jap dobi të dobishme. Elusim Allahun që Allah të na mundson krejt këto ligjërata që i kemi ndëgjuar, edhe këto hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpjegimet e dietarëve, ajetet e Allahut subhanahu wa taala të nxjerrim praktik, mos t'i grumbullojmë këto ajete, hadithe, shpjegimet e dietarëve kundër neve, po të jenë argument për neve. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na ketë mundësuar që në këtë cikël të ligjëratave, diku 12 ligjërata në mos gabofsha në këtë tematik,
të jemi pas përmirësuar në raport me prindërit tonë. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.